Përshëndetje me emisionin 05, pas shumë kërkesave nga audienca jonë që të kemi intervista edhe me figura politike, tashmë në emisionin 05 ka marrur parasysh të gjitha mesazhet që kemi pranuar. E pa dyshim se në intervistën tonë të parë, kush tjetër veçse një ndër figurat më të rëndësishme të Partisë Demokratike, deputeti Elmir Reqica. Deputet, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht falënderit shumë që pranove emisionin 05. Falënderit ty për ftesën, kemi bë plan që sa kohë. Ashtu. Dhe realisht tash po i vjen që për shkak të zgjedhjeve, po ne kemi pas bë planin me realizu këtë intervistë para zgjedhjeve. Dhe kur s'ka të bëj fare me zgjedhjen, po megjithatë mirë që ja kemi tash erdhi momenti. Erdhi momenti. Ashtu, deputet, falënderit shumë edhe një herë. Po vazhdojmë po ecim kështu. Patjetër. Deputet, është hera parë që të kemi një intervistë edhe po du me të pyet pak realisht si e kujtoni kohën e luftës dhe sa të kanë ndihmuar në formimin tënd si politikan. Luftrat përgjithsisht janë të rënda. Luftrat prodhojnë pasoja. Vriten njerëz, vriten fëmijë, dhunohen gra, ka shkatërim. Dhe lufta përgjithsisht të kujton momentet më të rënda të jetës. Mirë po. Në anën tjetër, lufta pastaj të kujton që me atë luftë, edhe me përfundim të asaj lufte, ne sot ecim të lirë. Ka qenë e paimagjinueshme para luftës me bën intervistë të tillë në këtë shesh, biles ka qenë fare shesh, e më vone. Ashtu. Kjo është ajo që është ndjenja e përzierë. Po, në fund, kur e përmbyll krejt, është pjesa më krenare e jetës sime. Po njëkohësisht është pjesa që i ka dhënë këtij vendi më së shumti. Thotë nëse e kalkulojmë rezultatet, thotë historikisht ka pas gjithmonë përpjekje për të qenë livet pavarur. Në sens, lufta e ka sjellë. E ka sjellë lirinë, pastaj pavarësinë. Pa diskutim, kujton gjithë ata, shok, miq, bashkëpunëtor, me gjithë ata të cilët ti ke rrugtu bashkë edhe sot nuk janë në mesin të gjallë. Janë heronjë, janë martirë, janë njerëz që kanë sakrifikuar veten për lirinë e saj. Ashtu, deputet, po du me të pyet realisht sa ndihesh krenar që emri yt lidhet me periudhat më të rëndësishme të shtetformimit të Kosovës. Obligimi i çdo njeriu është që të jetë koherent, në hap me kohën dhe të jetë produktiv në gjitha periudhat e asaj kohe që jeton. Unë ndihem shumë mirë, ndihem i përmbushur, sepse gjatë gjithë angazhimit tim, që nga mosha e hershëm, ose nga e fëmijës, kam qenë pjesë e këtyre angazhimeve për të mirën e këtij vendi. Këtu dhe në vitin 1981 ka pas demonstrate, edhe këtë shesh, bashkë këtë parkën këtu. Sa dhe ke heroinën, hyremi një mira. Dhe unë ndihem shumë mirë, pikërisht për atë, që kjo pjesë e re e historisë ka kriju një realitet të ri. Nuk ka qenë lehtë me kriju edhe një shtet shqiptar. Nuk ka qenë lehtë. Sepse Serbia, Jugoslavia kanë qenë shtete të fuqishme, shtete në aspektin material, në aspektin ushtarak, besa diplomatik. Ka qenë e paimagjinueshme që një ditë ne mund të kemi kështu fuqi. Kështu që jemi shumë mirë. Deputet, jeni ndër figurat më stabile të Partisë Demokratike. Na trego sa të bën krenar kjo dhe si arritet realisht të qëndroni kështu. Në radhë parë, shumë njëra ime komunikimit pavarësisht ku jam, pa shumë njerëzore dhe me këtë që flas, dhe me këtë që i bashkëpunoj, thotë është ajo anë njerëzore është tipari veçantë. Thotë komunikimi, pastaj me njerë pas komunikimit përpjekja për të zgjidhur problemet dhe çështjet e qytetarëve, edhe të qyteti, të regioni dhe të shteti. Dhe mendoj që ky komunikim, pastaj ky bashkëveprim, njëkohësisht edhe angazhimi i sinqert, i drejt për drejt, i pandalshëm, pavarësisht situatave zgjedhore apo situatave që janë larg zgjedhjeve, unë e kam një angazhim konstant. Me marrë tash telefonin tim, me pati agjendën ditore, shumë pak dallon një ditë e imja e punës, e sotme, kur jemi në fushat, dhe asaj çfarë ka qenë para
3 muajsh. Do të thotë e listuar. E nxashme. Absolutisht. Ashtu, deputet, e dim se realisht edhe si individ, po edhe në politik duhet kesh parime. Mirë, po cilat janë ato parimet që jo nuk i keni shkelur asnjëherë për asgjë? Asnjëherë nuk kam premtuar diçka që nuk mund ta realizoj. Asnjëherë. Asnjëherë nuk ka një njeriu që është varë prej meje që kam premtuar diçka dhe nuk ka dalë ashtu siç i kam premtuar. Dhe në anën tjetër, parimi im që me qenë i kujdesshëm në raport me ata njerëz që kanë nevojë time në këtë rast, që besojnë që unë mund t'jem ai që mund t'ju ofroj diçka që ata e kanë të domosdoshme për vete, për familjen e tyre, po edhe më gjërë, ato janë të ndryshme, janë të shumë nduarshme dhe janë çështje nga të cilat një njeri ndoshta e trason një rrugë, lëviz një rrugë, pikërisht nga ajo çfarë ti ose unë këtë rast e gjej si formë dhe mënyrë të komunikimit dhe e gjej si formë dhe mënyrë të bashkëpunimit dhe shumë është e rëndësishme një bashkërenditje. Jo vetëm në çështjet që janë personale, po edhe në konceptet e mëdha. Ashtu, deputet, se po kalojmë nga tema në temë, po du me të pyet pak, e dim që shumë trinë realisht kanë idol si politikanë. Na trego cila është këshilla ose mesazhi që ja jep atyve tashmë përmes kamerës e emisionit 05. Çka do ju thojë gjithë atyre? Unë të rinjve, të rejave, që kanë plane dhe kanë projekte, që të miren me çështjet publike, të çfarëdo natyre dhe që të çfarëdo opsioni. Ju bëj ftesë që të jenë kamgullës. Të jenë kamgullës në atë çfarë ata synojnë. Dhe normal kamgullësia mund t'ju krijojë favor. Po me njerë karshi ose krahas ose barës me te, është që duhet të jenë të dijshëm. Du të lexojnë dhe nga këto dy komponenta mund të krijojnë hapësirë dhe mundësi për të lëvizur përpara. Përndryshe, jam shumë i sigurt që synimet reale të rinjve janë shumë lehtë realizueshme nëse i plotësojnë këto dy komponenta dhe nëse pastaj kanë edhe mundësi edhe komunikim me shtresa të caktuara dhe me gjithë ata që mund të ndihmojnë këtë kohë dhe në situata çfarë janë të favorshme për ta. Ashtu, deputet, po du me të pyet pak, e dim realisht një gjithë që keni kontribu goxha shumë keni dhënë për qytetin e Ferizajit. Për Kosovën në përgjithësi mirë, po veçanërisht për Ferizaj. Na trego për ty personalisht, ku e shen ndoshta kontributin më të madh që keni dhënë? Në normal, ju e thatë edhe vetë, unë jam një që kam punuar për këtë vend dhe për këtë shtet, për këtë kom, sepse në kohë caktuara kemi qenë të koordinuar edhe me shqiptarët jashtë teritorit Kosovës, ashtu Maqedonia ose Ljubljana e Preshevës, Kosova Lindore, Mali, sepse kemi qenë të organizuar dhe kemi bashkëvepruar. Dhe një nga ato çfarë është suksesi më i madh, sigurisht që është kjo që po e përjetojmë nëse po liria, shteti dhe gjithçka që lidhet me këtë realitet të ri të krijuar. Mendoj që në jetën tonë të përditshme, në angazhimet tona dhe në planet dhe projektet që i kemi, pas lirisë pavarësisë vjen ajo faza e zhvillimit ekonomik, e fuqizimit të qytetarëve tonë dhe e realizimit projekteve. Pjesa më me rëndësi, pjesa më me peshë, mendoj kësaj faze, e kësaj periudhe, është pikërisht kjo. Pikërisht kjo. Në nivel të Kosovës, sepse jam marrë në projekt në nivel të Kosovës, po sidomos me nivelin regional dhe konkretisht të Ferizaj, ajo pjesa që është dëshmuar si ma produktivja, është ky qytet çfarë kemi tash. Unë jam përpjekur, pa dhe kam pas një mundësi, sepse qeverinë qendrore e ka drejtuar partia ku unë jam, dhe një kryeministër që pastaj është bërë president dhe që është njeri me vlera të jashtëzakonshme, që është tash thashë një kohë, dhe pas tij kryetari i partisë dhe i kuvendit, zoti Kadir Veseli. Dhe përmes tyre
kam pas mundësi që të angazhohem direkt në realizimin e projekteve. Për qytetin tonë. Sepse Ferizaj i ka dhënë dhe jep shumë Kosovës. Di që Ferizaj brenda vitit i jep afër 6 milionë euro buxhetit të Kosovës. Ashtu. Dhe ne, këtë rast unë konkretisht, jam angazhuar për të realizuar një pjesë të rëndësishme të projekteve, këto që shihen sot. Një krahasim po bëj. Kur e kishim ne qeverisjen e këtij vendi, bisedoja me këta dy miq të me që i kam edhe faktikisht ishin edhe miq të mirë, edhe i kam miq të mirë, po ishin edhe kryetar, kryeministra. Çfarë kërkon për Ferizaj? Dëni ministra apo projekte? Unë gjithmonë kam qenë favor të projekteve. Pavarësisht kush është ministër, vetëm projektet finalizohen. Sot kemi shumë ministra të Ferizaj, po projekte kemi pak, fatkeqësisht. Po e thu këtë, pasi që Hekuran Murati është nga qyteti i Ferizajt dhe projektet ndoshta janë lënë. Jo që s'ka projekte të reja, po Nuk po shtyhen, nuk po punohen to. Një varg projekte që kanë qenë zhvillime sipër, me kode buxhetore, janë bllokuar ose faktikisht nuk kanë filluar të se realizuari. Po t'i përmeni 3, se mund t'jenë 30. Spitali i regionali Ferizaj. Pas 5 vitesh, dezinformacionesh, situatat të krijuara të rrajshme, kanë se do të shembet, që ka fillu të lëviz, që ka fillu të shkatërrohet, rifillun tash të ndërtojnë. Ku mbet Ku ai objekt? Ku është ai? Çaj objekt? Po. Me pak ndërhyrje. Dhe 5 vjet, për çfarë arsye, qytetarët e Ferizajt të presin që të shkojnë në spitalin regional këtu, që ka pak hapësirë, pastaj detyrohen të shkojnë në Prishtinë. Po. Në QKUK, shpenzime, telashe tjera dhe probleme nga më të ndryshme. Një, ka qëndosh të kryet me projektet tona me 15 qershor të vitit 2021. 15 qershor të vitit 2021. Na kemi filluar me 2017. 15 qershor. Dhe kjo është ajo që tash ka është roli i një ministri të financave, përveç se me financu projekte. E sidomos kur je nga i qytet. Së dyti, një impiant për trajtimin e ujrave zeza. Ke pas një marrëveshje me ndërkombëtare me qeverinë e Hungarisë për 62 milion euro kredi me 0 interes dhe me grejtë periudhë shumë të favorshme për vendin. Nga ato 62 milion, 45 milion ka qëndash të investohen në Ferizaj, në impiantin për trajtimin e ujrave zeza, me 3 derdhje, po me një impiant, personalisht. Ministri i Financave Hekuran Murati në kam zonë, me argument që e ka dështu atë projekt që ka qenë shumë i rëndësishëm, jo që për Ferizaj, po edhe për Kaçanikun, se pjesa më e madhe e derdhjeve të ujrave të zeza për shkak konfiguracionit tërësor është këtu, në Kaçanik. Ashtu. Dhe së treti. E treta, po. Një projekt që është jetek jo veç për Ferizajn, po për gjithë rrafshin e Kosovës. Ju dini nga historia që pse dikush thot pse po e përmeni vazhdimisht ujëmbledhjen e Zersit. Ujëmbledhja e Zersit është jetik. Ashtu. Ujëmbledhja e Zersit nënkupton që te kime pas ujë të mjaftueshëm për pije, për industri, për bifurkacionin që ne jemi të vetëm në Europë, dhe një hidrocentral. Do të thotë, është i projekt i gjë, Ibri është kry, se është në kuadrët të Ibri Lepensit. Ibri është përfundu, ndërsa Lepensit ka fillu fare. Dhe një pend është në Firaj, me një hidrocentral në Gaq, penda tjetër, ose ujëmbledhja tjetër ka qëndosh tjetër në Reçak, po për shkak memoriali dhe për shkak mbi 5.000 objekte banimi, ne kemi zhvendosën në Jezerc. Ka qenë edhe penda e tretë në Grykën e Shtimës dhe ai projekt përkundër shumë kërkesave dhe përkundër shumë mundësive buxhetore, sepse kjo qeveri ka pas suficit buxhetor çdo vit. Ashtu. Herë 140 milion euro, herë më shumë.
janë devalvuar, nuk ka pas realisht guxim, ose më mirë të them, ka pas hezitim. Në esencë, kur je kryeministër, që është Albini, kur je ministër i financave, që është Egorani, kur je deputet si që janë këta të kolegjimit të vendosjes, nga Ferizaj po flasë. Po. Sigurisht që merita të t'i shkon natyre nëse bën këtë punë. Jo kush e ka dhënë idenë, kush e ka shty projektin përpara, po kush në fund si shtu e ka përshiritin. E unë çuditem qysh këta njerëz se kuptojnë këtë. Dhe pastaj çuditem qysh njerëz këtu në Ferizaj dhe Gjetiu nuk bëjnë analizat të thjeshta. Cili projekt për këto 5 vite që është vetëvendosja në pushtet, në Ferizaj dhe në nivel nacional ka fillu? A është hudh një kacime një beton dhe a është prej një sherit? Këto dyja janë ato që krahasohen. Çfarë ke nisë dhe kemi fillu këtë intervistë kena me përmbyllë dikon. Kështu që nuk është nisas përfundu pa dyshim që jo asnjë. Asnjë gjë. Thot pengesa ka pas nga më të ndryshme, po nuk ka pas asnjë projekt të realizuar. Nuk do të bëj shaka me aturën e Staradronit që e përmendin te Istogu. Që e kanë përmendur vazhdimisht një gjysmore dhe pa përfunduar e pa përmbyllur krejt. Deputet, jemi në kohë fushate. Unë po du me të pyet, e dim realisht çdo herë që siguron goxha shumë vota. Edhe nuk është as pak problem për ty personalisht, por çka e ka bë qytetarin që me të besu kaq shumë edhe ndoshta me të vlerësu edhe me votu në fund kur është momenti? Unë një mandat e kam pas këtu një zyre në komunë, brenda një mandat jo të plot, i kam pritur ofër çdo të hanë, kam funksionuar aty, kam pritur ofër 4.500 qytetarë. Do të thotë komunikimi drejt për drejt me ta, dhe bashkëbisedimi për hallet e tyre, për nevojat e tyre, për idetë e tyre, për propozimet e tyre, dhe kanë me propozime shumë interesante. Do thotë e ka bërë që unë t'jem ofër tyre. Dhe duke qenë ofër tyre, duke lëvizur bashkë në gjitha këto projekte, po duke pa angazhimin tim për këto që thamë më herët, për këto që Ferizaj prej një qendre që ka qenë para se po do ka vjen pushtet, para Bajruçit dhe para Agimit, qyteti i 13 në nivel të Kosovës. Sot është qyteti i dytë. Për nga buxheti, për nga zhvillimi ekonomik dhe njëkohësisht është qyteti që sot ne bëjmë garë me këtë qytetin. Dhe Prishtina. Thotë, mendoj që qytetarët e vlerësojnë këtë, se fundi ne mund të flasim tërë ditën, mund të japim intervista dhe mund të japim deklarata. Po në fund të vlerësohet angazhimi konkret, puna konkrete. Mendoj dhe besoj që gjithçka që kam pas, edhe që kam andruar, edhe çfarë ndoshta në kohë të saktuara ka qenë utopike dhe vetëm ëndër, mendoj që me miq, me bashkëpunëtorë, me partinë ku në sa jam aty si deputet, dhe me qeverinë që ka qenë e zgjedhur nga deputet që me shumicë i kanë besuar të qeverisë vendin, i kemë realizuar gjitha këto. Dhe kjo, ka të ashtë situata të tjera që i vlerësohen. Ne kemë qenë vazhdimisht, dhe unë kam qenë personalisht, ai që i kam stimuluar biznesin, që ju kemi krijuar si qeveri dhe unë si deputet, hapësirë dhe siguri për të vepruar. Dhe kjo pastaj ka ndiku jashtëzakonisht fuqishëm. Normal ne kemi pasur një privilegj që kemi shfryzu, edhe bon stilin, megjithëse bon stili ka qenë edhe para 2008-s, kur s'ka qenë produkën në pushtet, po s'ka pas çfarë rëndësi që ka sot. Dhe kjo ka kriju pastaj një situatë që kemi mbështetur një tjetrin. Qytetarët më kanë besuar dhe unë jam përpjekur dhe përpiqem dhe besoj që ja kam dalë që karshi pritjeve qytetarëve dhe karshi asaj që ja kanë pas qytetarët si kërkesë, raport me mu, të dalë faqebardhë dhe të jem konform asaj çfarë ata kanë kërkuar prej mi. Mendoj që këtu është çelësi i asaj që është një bashkëpunim dhe një mbështetje dhe një besim
Se në fund të gjitha që përfundojnë me besim, i dy anshëm. Fakt. Deputet, është e pamundur të ikim pyetje se si e sheh situatën aktuale politike në vendin tonë. Si e sheh dhe si e vlerëson? Vetë fakti që brenda një viti e ca, po shkojmë për së treti në zgjedhje në të më stabile. Kjo është para. E dyta, nuk kemi raporte normale me partner strategjik, me miq ndërkombëtar, me cilët kemi rrugtuar dhe me cilët normal kemi ardhur deri këtu. Dhe kur i kurtoj unë atë kohë dhe kur e kujtoj pastaj bashkëpunimin me ta që kemi pas rrethana të rënda shumë. Dhe sot, normal që është një zhvendim. Pastaj i kujtoj edhe ata që kanë dhënë jetën për këtë vend. Dhe normal që ata po të mund të pyesnin se çfarë po ndodh me këtë situatë tash. Pse po ndodh kjo dhe pse nuk jeni konform asaj çfarë ne kemi pas dëshirë dhe vullnet. Dhe kjo është gjithmonë i barë. Ashtu. Dhe aspekti ekonomik, aspekti zhvillimor, aspekti trajtimit të gjitha kategorive që janë pjesë e kësaj shoqërie. Normal ka shumë për dëshiruar. Kemi rritje të buxhetit, po nuk kemi jetë më të mirë. Ashtu. Nëse ne bëjmë një krahasim, një punëtor administratës së arsimit, para 7 vjetë, 8 vjetë, çfarë nevoja ka mund të realizoj me një pagë që e ka pas, të asoj kohë, dhe çfarë mund të realizoj sot. Është një dallim shumë i madh. Dhe kjo është ajo që është brengose. Normal, ikja e të rinjve, pavarësisht që ne jemi vend i hapur, pavarësisht që lëvizjet janë të domosdoshme, pavarësisht që pretendimet, kërkesat, po edhe planet e të rinjve janë për të këtij qyteti dhe për të shteti. Po lëvizja ka qenë madhe, që është e ngjeshme, e bëj një krahasim, një digresion paget. Ose ta shohim Ferizajin që ka pas rritje mes dy regjistrimit popullsisë, se kanë ardhur nga qytete tjera, jo pse qytetarët kanë qëndruar këtu që i kemi pas. Po. Dhe kur fillojnë me lëviz në masë kaq të madhe, të rinj dhe të reja, që nga synimet parësore, qëllimet kryesore, të gjithë atyre që kanë dhënë jetën, të atyre viteve të mbajtura burg, atyre gjymtyreve të dhëna, asaj sakrifice që e kanë dhënë qytetarët tanë, duke abstenuar, duke mos e njohur shtetin serb, duke dalë përballë shtetit serb si njerëz që duan lirinë dhe shtetin e Kosovës, janë psime të mëdha, por nuk janë bërë këto psime për të pas tash të një ke kashmanë të rinjë. Ashtu. Deputet, po du me të pyet ndoshta çfarë do ju thoje gjithë atyre që tashmë po e shohin këtë intervistë pra qytetarëve të cilët ju besojnë juve dhe kanë shpresën ndoshta tek ju dhe Partia Demokratike. Unë veç një adresim, një kërkesë, e kisha pas në raport me gjithë ata që e përcjellin. Besoni ju fakteve, besoni të së vërtetës, merrni krahason. Çfarë themon, çfarë thot Partia Demokratike e Kosovës dhe çfarë kam bë unë dhe çfarë ka bë Partia Demokratike e Kosovës. Merrni, shihni çfarë kanë thënë të tjerët, konkretisht vetëvendosja dhe Albin Kurti dhe çfarë kanë bërë. Kjo është ajo mënyra më e mirë, me pa secili se kujt duhet besuar. Kem pas stabilitet më të madh, kem pas raporte më të mira me partnerët ndërkombëtar, kem pas rritje më të ndjeshme ekonomike, kem pas zhvillim më të madh të këtij qyteti dhe këtij shteti dhe kem pas jetë më të qetë, kem pas jetë më të sigurt. Nuk kem pas asnjë momente që herë njerëzit mendojnë pse duhet të rri këtu. Qytetarët e zakonshëm, po edhe të tjera. Të një shembull, vjet sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, Po, mbi 600 milionë euro që janë krijuar në Kosovë janë investuar jashtë Kosovës. Pse? kanë qenë në Kosovë dhe janë investuar diku tjetër. Shqipëri, në Maqedoni, në Malzi, në Zvicër, në Gjermani. Këto është ndërtimtarë thonë që pse? Sepse një pjesë e biznese të mëdha, të fuqishme, të mesme, nuk janë të sigurt me investu këtu. Biznesmen të Kosovës që investojnë sot në Kroaci,
Këtë është në rregull. Mirë, po nuk kemi ne shtet aq i fuqishëm Që investitorët e mëdhenj t'i lëshojnë nga këto. Ajo që krijohet këtu, s'po flas për tërheqjen e investitorëve nga jashtë. Ajo që krijohet këtu, do duhet Atë me patjetër ta kemi këto. absolutisht po. Kjo është ajo. Dhe kjo është dëshmia më e mirë, ajo që thash krahasimi dhe e vërteta. Pra në këtë të themi ashtu që duhet bazohemi në fakte në ato që është premtuar dhe ato që është realizuar. Sakt. Kur gjë tjetër. Ashtu. Merë në kryeministin detyrë. Veç shini. Çfarë ka premtuar para 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë, dhe në secilën çështje, në secilën pikë. Por çdo gjë krejt ndryshe ka thënë Albin Kurti, krejt ndryshe ka ndodhur realitet. Duke pas mundësi me qeverisë. Shef lësojnë qytetarët, nëse një parti politike, një lider, i merr 51%, dhe nuk është i aftë, ose nuk dan, ose nuk guxon, ose çështje e tij. Me i përmbyll krijimin e gjitha institucioneve. Me 26%, 27%. I kemë kriju gjitha institucionet. Edhe kryetarin e Kuvendit, edhe kryeministin, edhe presidentin. Po, çfarë na ka dalluar neve? Neve na ka dalluar se ne kemë qenë kooperativ, bashkëpunues. Nuk mundet veç një njeri dhe vetëm një parti me e sundu një popull dhe një shtet. Ashtë asë mbretërit nuk e bëjnë këtë. Sepse edhe brenda mbretërive kanë sistemet kombinuar, kanë një parlament dhe normale kanë një mbret ose mbretërisht kurorës. Ashtu. Po nuk bëjnë të qështë. Deputat, e kam në një pyetje, ndoshta që për ty lidhet me këta. Në momentet më të vështira, çka të ka bërë që mos me u ndal? Qoftë në këto momente që prap me vazhdu me qenë aktive dhe me punu për qytetin, për Kosovën përgjithësi. Besimi që e vërteta gjithmonë triumfon. Besimi që angazhimi për të mirën, fillon nga familja, qyteti, shteti, vendi, gjithmonë del triumfues. Besimi që kur ke të drejtë dhe ke pastaj ekip, ke njerëz me të cilët komunikon bashkëpunon, patjetër që në fund del që triumfon. Dhe kjo është nga përvoja shumë viteve më hershme, edhe decenieve të mëhershme. Kur këtu njerëzit kanë besuar që Jugoslavia, Serbia, sa të është planeti tokë, kanë me qëndru këto. Unë kam besu që Serbia dhe Jugoslavia kanë me ecë këto. Nëse ne angazhohemi, që jemi angazhuar, sepse përveç luftës, që qytetarët e këtij vendi kanë dhënë kontributin, secili. Unë theksoj që edhe gjatë periudhës kur Serbia na ka nxjerrë nga institucionet, edhe arsimtarët, edhe mjekët, edhe sportistët, edhe artistët, edhe të gjithë të tjerët e kanë bërë punën e vet. Secili është angazhuar për këtë vend, për ta qytetarë, dhe ka pas idenë që në fund të vjen liria, do të krijojmë shtetin. Dhe në atë kohë, edhe tash të kam besimin e mirë. Ashtu, deputet, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që të pata të ftuarin e parë në intervistë në shesh me një figurë politike, vërtet kënaqësi që pranove emisionin 05. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Faleminderit shumë. Prifte marra, kështu që jam shumë i sigurt që si kemi ecë ne si kamp edhe si qytet, edhe ti keme ecë karrierën tonë, edhe me 05, po edhe me gjitha projekte shumë e lërsoj. me Shihemi pas këto qërqurit. dhe me i realizu. Shumë faleminderit, respekt. Në ishte emisioni 05, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe shihemi me intervistat e radhës.